Se me pas vetë besim ti, nuk ishe sill shumë ma ndrysh. Eliona, ti ndjen xhelozi të Benitës ndaj teje? Xhelozia i natë nuk e di diçka është vallaj, se kjo që në fillim ja ka nisë shumë egron, po them shumë sinqerisht, është bile diçish muhabet edhe i pahishëm, jo tim xhelozon mu, jo në ty, jo bër të atërta, amo. Kam pyetje për publikut edhe e kum kthy përgjigjen. Unë mendoj që po, ja i natë, ja xhelozi nuk e di çka i kumbo, kjo që në fillim nuk ma ka dhënë mua hapësirën, mi kallzu se realisht kush është Eliona, jo mundu disa herë, po nuk e di domethënë, jena dy tipa shumë të ndryshëm, unë e kum pranuar atë fakt shoqë me to nuk do, po unë faktikisht këtu jo me ty, po me kërkon nuk bana shoqe. Pse se jam lojtare, jena kit lojtar, shoqet i kam jashtë, jo mrena, këtu jam lojtare. Këtu kam luajt me krejt. Këtu nuk bëj shoqe unë sikur ti. Më fal Eliona. Olta ka një pyetje për Benitën? Po. Benita. Olta. Okej, unë po të besoj që ti nuk je xheloze, por kam parë një moment që i ke thënë Edit, ke marrë Edin veç dhe i ke thënë mos e mbron më Elionën, ti s'po mbron mu, po mbron Elionën dhe mos rri më afër Elionës. Po nuk është ai xhelozia, unë kum pas me Edin, se me Edin që Nina shumë amati, po menoj nuk kam dajt me to, po që jena kanë me një label edhe zdi qaro tema ta është mbroja ma mirë mu se sa Elionën. Aju kanë thjesht tim koti. Çfarë është xhelozia për ty nëse nuk është kjo për shembull? Po nuk kam xhelozi, thjesht nuk kam xhelozi ndaj Elionës, kaq, nuk po di çka ku me pas xhelozi ndaj Elionës. Okej. Mirë, kalojmë tek Toni. Veç mos e raj vetë. Toni asnjë se raj vetën Eliona, po më kanë. Toni, ti thua se ke hyrë të luash i vetëm dhe jo në grup. Pse? Pasi mas jam tash i nominum çdo javë, besoj që grupet nuk kanë efekt më në lojën tëm, kështu që besoj më e mira e të mirës është me lut vet. Është një vendim që e ke marrë pas rihyrjes tënde?